prapaskina, gjirimet kur veç e realizoni serialin, cilat janë ato pjesë ma interesante? Zakonisht tash po na ndodh është njëna pe pjesëve që pe gjirojna kur na denon një farë mënyrë ose diçka Big Sister, edhe zakonisht aty po është pjesa ma sfiduese në gjiru puna e qeshurave, se është koha një ekipe madhe kur gjirojnë, edhe gjirojnë shumë një profesionale që i du mi përshëndet Imagine për këtë pjesë, në ka mbështet shumë mirë në anën e produksionit. Edhe tash zakonisht jena shumë profesional sa i përket gjirimeve dhe nuk është që ke shumë, nuk e pri shumë katin, po kur prisha shumë njerëz në set tani më vjen keq kur ti bjen me prish për një të keshëm. Po pjesë të zakonisht shtojnë sfida kur dënë ti me rujt ekipën mos me hup energjinë, se zakonisht kur të kesh shumë gjatë. Dush një sem që të vjen spontane dhe e bën me qesh ekipën, që ato kur të përsërit shpesh i hup qaj sensi, qaja që të ka shti me kesh nuk të stin mo me kesh, dhe zakonisht zbutet edhe për publikun nuk del dubli ma i mirë. Nuk del dubli ma i mirë dhe nuk del në publik qajo forja ma e mirë që është e mundshme. Që është për hit por. Se ti zakonisht të shti me kesh 10 herë, ti janis vete ull pak që atë farë humorit që mës me prish ekipën.